Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës, kërkoj ndjes, kisha një rast në familje, prandaj nuk kam arritur t'ju lexoj, por do vazhdojmë aty ku kemi ngelur në leximin e radhës. Të dashur Gafor, ky lexim për ju është një udhtim nga konflikti i brendshëm, nga keqkuptimet mund të jetë, drejt një qartësie, harmonisë dhe vetë respektit. Kjo shenjë ndjenshmërie sot ftohet të mos lejoj më Gaforja, si që është, të mos lejoj më të as kaosin e të tjerëve, as zërat e jashtëm, të prishin paqen që po kërkon me gjithë shpirt të dashur Gafor. 5 të shkupive pasqyron konfliktin. Brenda Gaforës, ta them po brenda jush është një përplasje e fortë, të flas apo të hesht, të luftoj për këtë apo të largohem. Ky konflikt mund të vijë nga një marrëdhënie, një ambient familjar mund të jetë, apo një betejë me veten e juaj të dashur. Mesazhi në këtë letër thotë nëse po lufton për t'u dëgjuar, është koha të pyesësh veten. Përse po më duhet të luftoj kaq shumë për diçka që duhet të ishte e natyrshme? Jo çdo betejë vlen, të dashur Gafor. Mbretëresha e shpatës apo nëna e shpatës, si quhet në këtë grup letrash, thot: ti e di çfarë po ndodh. E ke kuptuar situatën, të dashur Gafor, por ke qenë shumë e butë për të folur qartë. Kjo mbretëreshë të thot: qartësia nuk është egërsi, është respekt për veten. Vendos kufi me fjalë të qarta dhe pa emocione të tepërta. Nuk ke pse të shpjegosh gjithçka. E vërteta është e mjaftueshme dhe duhet të jetë e mjaftueshme, të dashur Gafor. Dhe Hierophant apo kryepeshkopi udhërrëfyesi i vërtetë. Në zemër të Gaforës është dëshira, por në zemër të juaj është dëshira për siguri dhe për një lidhje që është më shumë se pasion, një përkushtim i thellë dhe shpirtëror. Por për ta ndërtuar këtë duhet të dini çfarë nuk dëshironi më. Këshilla e kësaj letre thot: mos bëj kompromis me vlerat e tua, të dashur Gafor, për të ruajtur paqen. Paqja e vërtet vjen kur ti je në përputhje me veten, jo kur të tjerët janë të kënaqur. Dhe 2 të gurëve është harmonia, balanca, ekuilibri. Por vetëm pasi të ndalësh së luftuar për një vend që nuk të jep qetësi, do thot të mos bësh atë çfarë po bën. Kjo letër është premtimi që po, gjithçka mund të harmonizohet, por jo në koston e vetes. Mesazhi apo këshilla në këtë letër thot: zgjidh të jesh në paqe, jo në kompromis të vazhdueshëm. Ti nuk je këtu për të shpëtuar askënd, je këtu për të mbrojtur veten dhe dashurinë tënde të pastër. Të dashur Gafor, leximi juaj tregon një konflikt i brendshëm ose me dikë, por që po të merr, po të harxhon, po të thith energjinë tënde. Je më e qartë nga se mendon, thjesht ke nevojë të veprosh më me guxim. Vlerat dhe integriteti i juaj janë më të rëndësishme se sa një paqe e rreme, të dashur Gafor. Balanca dhe qetësia vijnë kur ndalon së sakrifikuari pa arsye. Dhe nuk jeni të detyruar të duroni kaosin për të provuar dashurinë tënde. Njerëz të duhur nuk ta prishin paqen, ata ta rrisin. Ta keni në mendje këtë.